Atleti Tiran Mamusha të dielen merr pjesë në garën 10 kilometrëshe që do të mbahet në qytetin e Beratit në Shqipëri. Mamusha tha se gara Berat Marathon Green është e rëndësishme për të. Garë shumë e popullarizuar për momentin, vitin e kaluar kanë marrë diku për mbi 40 shtete, mbi 40 shtete pjesëmarrëse. Ka qenë vërtet një konkurrencë shumë e fortë vitin e kaluar edhe par vjet. Edhe si vjet pritet me pas konkurrencë, unë do të garoj 8 kilometra, bashkë me mua do të jetë edhe një shok i jam, Driran Kumnova, që do të vrapojmë 2 vet nga Gjakova, edhe ai do të jetë 8 kilometra, tash ta shohim edhe ecurinë si po shkon. Tashme kur atleti Mamusha ka të i kaluar lëndimin e para disa muajve, është në formë për të arritur edhe me tej rezultate në Shqipëri. Kam pas disa gara që i kam organizu, kanë qenë, do jam formë të mirë, më thonë, edhe ta shohim tash në fund garës që shpërgalojnë. Çka për ata? Ja, gjithmonë për mua pjesëmarrja në gara është pjesë shqyllimi jam kryesor është podiumi, në top 3-shën e parë, edhe ta shohim tash edhe këtë garë që po shkon. Kujtojmë se atleti Mamusha në 2 javët e shkuara ka fituar edhe 2 kompeticione të tjera në Greqi dhe Maltë, ku në të dyja vendet u rendit i dyti.